dhe pjesët kryesore të saj. Isa, çfarë po ndodh në PD me informacionin që ke, me këtë lëvizje, pse po i bën Saljani këtë lëvizje duke quar letër PPE-s, çfarë synon ai? E para kjo letër do marrë një përgjigje, besoj unë, shumë të qartë të shtunën pasdite, kur zoti Weber do të uroj publikisht zotin Berisha për rizgjedhjen në krye të partisë. Se letra është dërguar Weberit. Po, letra është dërguar Weberit sepse ai është praktikisht sekretari i përgjithshëm drejtuesi. Pra do ketë një përshëndetje me të regjistruar. Zoti Weber e ka bërë gjithmonë, Partia Demokratike tani më ka të drejta të plota në Partinë Popullore Evropiane. Ne kemi parë që zoti Berisha ka qenë kohët e fundit në çdo kongres të bim që ka mbajtur të rëndësishëm Partia Popullore Evropiane, ka bërë dhe takime me zotin Weber, ndaj padyshim pra do të ketë, besoj, një urim për zotin Berisha nga zoti Weber. Padyshim zoti Saljani është duke bërë betejën e tij, luftën e tij, pra askush besoj nuk i thotë se pse po e bën, sepse ai ka betejë të tij për të arritur ndoshta deri në këtë pikë sa të çojë letra në Partinë Popullore Evropiane për ta shtuquajturën masakër zgjedhore që është duke bërë zoti Berisha dhe leadershipi i Partisë Demokratike, ndoshta kjo se kanë pritur as PD-ja. Vetë Berisha ka qenë i surprizuar. Me këtë logjik që thua ti, ato pretendimet e zotit Berisha që këtu në Shqipëri ka masakër zgjedhore, vide elektorale etj. Me atë çfarë thotë në retorikën e tij ndaj Ramës, në momentin që Rama do të marrë një urim nga BE apo konfirmohet si kryeministër. Pra, nëse Rama konfirmohet si kryeministër, atëherë dhe zgjedhjet legjitimohen, statuti i Partisë Demokratike hyn në fuqi të menjëhershme dhe në momentin që hyn në fuqi të menjëhershme, zoti Berisha nuk ka të drejtë as të kandidojë dhe as të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Pra mos më fol për teknikalitetet të tilla sepse urimet që vinë nga ndërkombëtarët janë zgjedhjet në Shqipëri certifikohen nga OSBE Udiri, e cila ka ndodhur pas 11 majit. Zoti Rama është uruar nga gjithë liderët e Bashkimit Evropian dhe ka marrë legjitimitetin edhe ndërkombëtar. Pra kjo... Dhe kjo mjafton, po. Si? Kjo mjafton. Jo, mjafton që të bëhen zgjedhjet, të certifikohen nga... Mos ngatro këto urimet të kortezisë, po themi në aspektin diplomatik, me diçka të qëndësishme. Pra, kemi pasur zgjedhje që janë një fazë, si thot zoti Berisha, apo kemi pasur zgjedhje të cilat kanë qenë minimalisht afër standardeve, po themi. Unë mendoj që ne kemi pasur zgjedhje të cilat janë certifikuar nga OSBE Udiri, dhe s'ka pikë dyshimi për kemi pasur raportin më të rënd që ka ndodhur në jetën e Shqipërisë. Po, patjetër kemi pas problematika në procesin zgjedhor. Jo, problematika kemi gjithmonë. Po jo kaq shumë sa këtë herë. Pra Shqipëria duhet të merret seriozisht, siç është për shembull ajo që është më evidentja shkrirja e partisë në bërja partisë shtet, kuptimin pra vija e kuqe mes shtetit dhe partisë, po një ndër këto, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet kanë rënë. Dhe legjitimitetin ndërkombëtar patjetër që është i rëndësishëm për i vend, për i parti politike, për i lider. Pra në këtë rast retorika e Berishës, në momentin që flet që nuk ka pasur zgjedhje, por ka pasur fars bie, dhe në momentin që kjo retorika e Berishës bie, statuti në fuqi. Në momentin që hyn statuti në fuqi, atëherë zoti qëndron legitimiteti. Pyetje për përparimin, po. Ti për Oresti. Ti vërtet mendon realisht për te propagandës politike se je i ri, ke karrierë gjatë në politik, pra ti vërtet mendon që ka sot person në Partinë Demokratike që e mund Sali Berisha? Ky është gabim fatal. Ja kthej për ky është gabim të lutem Orest. Përparimi pastaj. Ky është gabimi më i madh që bëni të gjithë. Vjen keq që jo kudo në çdo studio. Sepse është parti personale or zotëri. Do duhet të shkojmë, do duhet që ta sfidoj dikush Sali Berishën vetëm nëse ai është 100% që mund ta mund atë. Çdo thotë kjo më zotëri. Hap më zotëri garën 5%, 10%, 30%, 60%, 20%, nuk e di më sa mund të marri. A ka mundësi që të jetë pjesë e garës dikush tjetër jashtë zotit Berisha? Ervin Saljani duhet ishte në garë për kryetar të Partisë Demokratike. Nuk duhet ishte thotë. Duhet të ishte. Po të ishte prapë, të po themi. Por ti po thuaj që me vërtetë mendon se mund të fitonte, jo më mund të mos fitonte. Por minimalisht tregon një standard brenda partisë, në kuptim të demokracisë brendshme, tregon që mund ta sfidojë dikush. Madje herët e tjera Sali Berisha e ka kërkuar me qiri, donte dikë që ta sfidonte. I thoshte Pollos rrin garë. Ai thoshte që nuk kam besueshmëri, mund të bëhet kjo. Jo, s'ka problem, çka kërkon rri, vetëm që të qëndronte. Tani që kemi dikush që është
kërkon të kandidoj, mendon se ka i mbështetje, sa do të vogël minimale të shëllësi ka, këtu pastaj e bëjmë pis, duke etiketruar me krimin, me atë, me këtë, e tjere. Po edhe pak